Beslidhja në ligën unike të basketbollit ka një ndeshje të jetë decisive. Ju e keni ndjekur nga afër si gazetar sportiv, sa rëndësishme është që të ketë pjesëmarrje të lartë në këtë eveniment, por edhe një përfaqësi sa më të mirë. Është shumë e rëndësishme, Beslidhja ka ditur ta nderojë kombin ton, është flamurmbajtësja dhe ka bërë mjaft mirë, janë për të suportuar ata djemat atje fantastik me gjithçka që po bëjnë. Si për të thënë që në çdo sport, aty ku ka investime, aty ku ka dëshirë, aty ku ka qëllime të mëdha do të arrijnë rezultate. Mos harroni, për te futbollit, ne kemi një skuadër po dal pa nga Beslidhja tek futbolli i Fremra si Vllaznia që ka provuar të luajë në UEFA Champions League me skuadrën më prestigjioze të Europës. Ajo Megi Duçi që fiton her pas here topin e art, ka luajtur me Galatasaray'n, në kampionatin turk të futbollit në femrave. I ka shnuar gol spektakolar një ekipi si Realit Madridi që Reali në sezon fitoi UEFA Champions League-ën. Pra, në këtë Shqipërinë tonë të vogël, po të bekuar nga i madhi Zot, ka shumë gjëra të mira. Ne kemi pasur, edhe kemi gjithmonë, edhe peshë ngritës që ka qenë kampion Europë dhe kampion bote. Kemi pasur edhe boksier të jashtëzakonshëm. Kemi edhe basketbollistë mirë. Po i bën Beslidhja edhe pse kemi edhe aty futbollistë që vinë edhe nga SBA-ja, por edhe futbollistë, po themi brazilian, ngërshëtim mjaft i mirë. Por Beslidhja çfarë ka bërë? Ka bërë investime të qëndrueshme dhe tashmë prej vitesh po merr rezultate të jashtëzakonshme si për treguar që kanë qenë gjithmonë fakt nivel më lart. Por në këtë përfaqësim e kanë bërë edhe në Kupat Ballkanike që ka pasur gjatë këtyre vite, por e bëjnë dhe po presin këtë momentin fantastik tani. Janë të paktën sipas informacioneve që kam, kushte shumë të mira, do të provojnë dhe ata gjithçka për gjithçka. Infrastruktura që kanë ndërtuar gjatë këtyre vite i lejon atyre dhe kontingjenti i lojtarëve që kanë në dispozicion për të bërë maksimumin e tyre. Është momenti vet, është një moment që duhet shfryzuar, sepse ata do të kuptojnë që nuk është thjesht Beslidhja, nuk është ky emri është i madh fakt për nga konteksti historik, por nuk përfaqëson vetëm qytetin e Shkodrës, më falni, të Lezhës, por përfaqëson më shumë se çka, pra, për Shqipërinë e madhe. Dhe për të dhënë një shembull të jashtëzakonshëm që edhe këto ekipet e kryeqytetit që në fakt nuk janë ditën e vetëm të mirë, por ka qenë mirë Teuta. Ka patur përfaqëson shumë të mirë edhe Skënderbeu. Pra, duhet ta bëjmë gjithandej. Dhe duhet marrim modelet më të mira. Në këtë vendin tonë të vogël që ka probleme pafund, siç ka në çdo vend të Europës dhe botës, ka sa dush modele suksesi. Mjafton që në jetë nuk duhet bëjmë shpikje të mëdha janë bërë. Shpikje nuk ka. Tani ka se si të implementojmë modelet e suksesit. I kemi në Shqipëri, i kemi në Europë, i kemi në botë, i kemi kudo. I marrim dhe i fusim punë. Shqiptari ka treguar që ditë i marrim maksimumin vet dhe ka ditur që të marrë rezultate. Është ky momenti i duhur për ta bërë një gjë të tillë. Beslidhja një ranan, kombëtari ku gjizin krahun tjetër, por dhe gjithçka tjetër që ndodh në vend që e theksova e ka bekuar i madhi Zot dhe njerëzit që janë këtu ka pafund nga ata që e duan këtë vend dhe ngrihen mëngjes dhe ngrysen mbrëmje me atë unë e quaj tok fjalçi që i ngren pesh zemrat e gjithë shqiptarëve. O sa mirë me qenë shqiptar.